Ju përshëndes, juftoj të na ndiqni zonja dhe zotrinj. Së fundmi jeni informuar që policia ka zhvilluar një sër operacionesh në burgjet e vendit për evidentimin dhe sekuestrimin e sendeve të paligjshme, ndërkohë besoj janë ende të freskëta pamje të video skandali nga burgu i sigurisë së lartë ku të dënuarit atje konsumonin alkool në atmosferë feste duke kënduar etj. Tani, si futen këto mjetet e paligjshme në ambientet e burgjeve, sepse na është komunikuar më herët që ka patur edhe është futur edhe armë zjarri nëpërmjet dronëve në ambientet e burgjeve për të diskutuar për çështjet e sigurisë. Më lejoni të prezantoj, kemi në lidhje direkte Fatjon Softa, ish drejtues i lartë i policisë së shtetit, nën kolonel. Softa, përshëndetje dhe faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit juve. Softa, si hyn alkooli, celularët, mjetet të tjera të paligjshme në ambientet e burgjeve, deri në ambientet e burgjeve të sigurisë së lartë? Pra, pse ka analizat të munguara për të evidentuar cilat janë hallkat që nuk funksionojnë, apo cila është hallka më e dobët, kontrolli në hyrje, gardianët, drejtori i burgjeve e tjerë? Është folur gjatë për burgjet, lidhur me elemente sigurisë dhe në veçanti për kontrollin e regjimit hyrje-daljes të sendeve, të lejuara apo të palejuara, mbi bazën e një protokolli sigurie që ka. Është investuar shumë edhe nga Bashkimi Evropian, por në veçanti edhe nga veç qeveria shqiptare lidhur me krijimin e kushteve në burgje brenda drejtave të njerëzit, por për t'i kthyer ato në vende jo thjesht izolimi, por dhe në riedukim, sepse qëllimi i burgut nuk është izolimi, është edhe riedukimi. Izolimi sigurisht që ka edhe struktura, siç është sistemi 41 bis, të cilët janë izolim total për personat të cilët edhe brenda burgjeve paraqisin shkallë të lartë rrezikshmërie dhe komunikimi me çfarë do lloj mjeti të mundshëm bëhet duke drejtuar grupet kriminale që ndodhen jashtë mureve të burgut. Dhe si tilla u investua në drejtim të kamrave, ku kryeministri i vendit tha që ne po investojmë dhe kemi investuar kamra, të cilët janë jo vetëm brenda strukturës së një vendi pra burgut, por edhe kamrat shkojnë pamjet filmike dhe shikohen dhe depozitohen në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Pra presupozojmë që ka një kontroll të dyfisht brenda burgut, administratës vendit, salla operative, mënyrës se si ata e kanë organizuar, por edhe në mënyrë të drejtë për drejtë live në drejtorinë e përgjithshme, ku mundësia është që edhe në distancë ata të kenë mundësi jo vetëm thjesht në momentin e inspektimit të vejnë re se si dhe sa zbatohen protokollet e sigurisë. Si tilla ka rrethimin e jashtëm, që ka lartësinë, ka telet me gjëmpa, ka sinjalistikën, ka ndriçimin, ka kullat, ku persona të vendosur, të armatosur të policisë së burgjeve ruajnë perimetrin e tyre, ka një zonë të lirë dhe derisa vim tek muret, pastaj fillon kontrolli i brendshëm. Pra, ka një kontroll që përdoret metal detektor dhe kontrolli detajuar i sendeve, duke filluar që edhe nga produktet ushqimore për mundësinë që të mos kalojnë brenda tyre apo sendet ndryshme që mund të duhen për burgjet, për të mos deportuar armë, sendet ftohta, celular dhe lëndë narkotike. Por faktikisht që edhe pse janë bërë këto investime, këto kanë deportuar. Rasti i burgut Puqinit është një demonstrim i qartë që arma futet brenda burgut dhe vetëm përbëhet dhe ekzekutimi i personave të cilët janë paguar apo janë objekt i eliminimit të grupeve kundërshtare. Është përdorur hyrja e celularëve her pas here, sa herë ka pasur kontrolle, janë gjetur sendet paligjshme, thikat improvizuara, sendet forta, sharra, pajisje elektronike dhe celular. Sigurisht dhe lëndë narkotike, ju e përmendët atë video e cila po virale që brenda një hapësire burgu, personat me shkallën më të lartë të rrezikshmërisë dhe personat më të fortë në vend, kishin një fest ku përveç po themi momenteve të argëtimit, konsumonin lëndë të dyshuara narkotike. Dhe gjitha këto ngritën dyshimin dhe shqetësimin publik
që në burgje nuk ka siguri, në burgje të fortët mbeten të fortë dhe madje ata bëjnë ligjin. Fakti që në burgun e veqinit u gjet që në hapësirën e planifikuara për riedukim për personat që janë duke vuajtur dënimin, u kthyen në palestra, ku të fortët vendoshin më të dobtit në shërbimin të tyre, pra dha atje vazhdonin të komandonin brenda hapësirës së burgjeve. Tentativat ndryshme që ka pasur për të deportuar, si në rastin e droneve, apo për futjen e tyre, por dhe mund edhe tentativat e arratisjeve të personave të cilët kur kanë pasur mundësi dhe kanë gjetur dobësi, rastet jo vetëm brenda, po dhe jashtë burgut, rasti i Durrësit ishte shumë flagrant, kur një person për të pajtur dhe për të bërë një vizitë në spitalin e Durrësit, një vizitë mjekësore, ishte pa pranga, pa masa sigurie, parkimi ishte i dëndur me automjete, nuk ishte pastruar zona, nuk ishte njoftuar policia e shtetit për të rritur masat e sigurisë, dhe personi që largohet me vrap i pashqetësuar dhe kur nuk u gjet, edhe pse u evidentuar me të kamerave dhe mund të kërkonim që largimi i tij, kamerat, mjetet me cilë u largua, u duk si një plan i mirë organizuar për t'u larguar edhe për të hikur nga ato që themi siguria e burgjeve. Dhe duhet të kemi shqetësim të madh sepse siguria e burgjeve është dhe një siguri kombëtare, sepse personat me shkallë të lartë rrezikshmërie, por edhe personat që mund të jenë futur për akte terroriste, patjetër që janë një kërcënim kombëtar. Zoti Softa, ju e përmendët pak më parë, pas operacioneve që zhvillohen për evidentimin dhe sekuestrimin e mjeteve, sendeve të paligjshme në burgje, ndodh pastaj që policia të publikoj foto të sendeve të paligjshme që janë gjetur në ambientet e burgjeve. Është transparencë apo pranimi dështimit? Do të thotë që nuk kryen si duhet kontrollet rutinë, flas për publikimin e fotove pas kryerjes operacioneve. Shko, diçka duhet ndryshoj si tek mentaliteti i drejtimit, administratës drejtimit të burgjeve dhe të menaxhimit strukturave të burgjeve, ashtu dhe të policisë. Pra nuk ka më vend që të reagojmë mbas ngjarjes, por ne duhet të kemi veprime operacionale për parandalim të këtyre ngjarjeve. Nëse sa herë ka një ngjarje, ne bëjmë një reagim, ne kthehemi përsëri në këto vite që kemi kaluar që reagimet vinë mbas ngjarjes. Ndodhi arratisja e burgosurit nga burgu, u morën masa, u ndalua drejtori, u quan proces gjyqësor, u lanë gjende të lirë, nuk pati ndonjë ndryshim, situata vazhdon të jetë e tillë. Sa herë ka ngjarje, rasti i burgut Peqinit, ndalohet, hiqet, largohet nga puna, e njëjta gjë. Pra, nuk mjafton të kemi reagim, por çfarë do të bëjmë për t'i parandaluar? Për sa kohë ne do themi që shikon në burgjet e vendit, nuk mund të themi 100% ne mund të evitojmë gjithçka, sepse prap potenciali njerëzor, burimet njerëzore, ato që janë brenda, janë shkaktar. Nuk është thjesht çështje e teknologjisë, por teknologjia duhet ndërtohet në atë mënyrë që të evitojë sa të jetë mundur edhe faktorin njerëzor, ku këtu, kur e them me modesti, e them me thonjza, është çështja e korrupsionit. Pra, elementet e korrupsionit, apo të trëmbes, apo të presioneve, që mund t'i bëhen punëesve jashtë institucionit të burgut, dhe që mund të ndikojë në lehtësira që mund t'i jepet fortëve për t'i ndihmuar dhe për të kaluar sendet paligjshme, si rastet e përdorimit të celularëve, jo në pak rastet të burgosur ka pasur që janë ekspozuar dhe në TikTok ose në platforma të tjera nga burgu. Ndërkohë që në një intervistë që po jepte ish presidenti i Republikës drejt për drejt duke përfituar nga avokati i tij, ishte në studion e një televizioni të madh kombëtar, në moment që po jepte një intervistë, i ndërpritet, pra me sa duket dalja live dhe komunikimi live, me njëherë vajtën dhe bën bllokimin. Ai që ne themi, po mirë, a kanë burgjet një sistem antidron, që dronet në një distancë caktuar të mos kenë mundësi të fluturojnë? A kanë burgjet një sistem të bllokimit të valve, që çdo telefon qoftë nëse do hyjë në sistemin e burgut për shkak të korrupsionit, ky sistem të jetë i kontrolluar, i monitoruar me inteligjencë, në mënyrë të tillë që në rastet kur ajo stakohet, duhet kemi përgjegjësi kush mund të merret në ndjekje penale që ka ndërprerë sistemin e komunikimit me val. Komunikimi do të bëhet me telefonave të kontrolluar me linja tradicionale, siç janë burgjet në të gjithë vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Se çdo gjë që është me val është e mundur për të përfituar pastaj në mënyrë të padrejtë për të kryer aktivitete të tjera. Nuk është çështje e komunikimit me familjarët,
apo me njerëz të tyre të zemrës, por është komunikimi për aktivitetet paligjshme, ku shpeshherë nga burgje jepen porosi ose kryet dhe vazhdon të jetë drejtimi i grupeve të cilët janë në territor brenda dhe jashtë territorit vendit. Softa, ju përmendët pak më parë kamerat e sigurisë, survejimit, nuk e di si i quajnë ju në gjuhën profesionale, po skanera ka në burgjet tona? Flas skanera si ato që përdoren për shembull në aeroport. Dhe nëse s'ka, është shumë e kushtueshme për shtetin shqiptar për ta menduar si masë e shtuar e sigurisë? Skanerët janë njëkohësisht edhe metal detektor. Pra, skaneri do të thotë, çdo gjë që kalon në të rrezave blu, të kesh mundësi të shikosh në thellësi çfarë ka. Plus që një çantë apo diçka që hyn preket dhe fizikisht, çdo send preket fizikisht për të rritur forcën e kontrollit, por janë edhe metal detektor. Ne themi që pse nuk po vendosim në shkolla, që në fundin shkolla çfarë ka? Fëmijët tanë mbajnë nga një kaçavit apo mbajnë nga një send të ftohtë, të cilët herë në rastet e konflikteve e përdorin o për mbrojtje ose për sulm. Pra ne po themi të shkojmë tek shkolla, tek vendi ku është edukimi, aty ku ne themi do jetë gjenerata re brezave të rinj. Dhe jo mos funksionojë kjo gjë tek burgjet. Patjetër që ka dhe duhet të jetë, është protokoll. Por fakti që nuk ka funksionuar, siç nuk thanë funksionuan dhe kamerat, tregon atë që thamë që është shkaku njerëzor. Dhe shkaku njerëzor është korrupsion, është nënshtrim, është frikë apo çfarë. Të gjitha këto, pavarësisht se çfarë motivesh brenda kanë, janë përsëri faktorë të cilët nuk ndalen dot që aktiviteti të fortëve dhe aktiviteti i personave të cilët i kanë agresivitet dhe janë të rrezikshëm edhe brenda mureve, të jetë mundësia që infrastruktura, sinjalistika, teknologjia, drejtimi kryesisht i drejtorit të burgut dhe zinxhiri i tij komandues të jetë një. Nëse kanë probleme për pagesën, t'i rritet pagesa. Nëse kanë nevojë për trajtim, t'i rritet trajtimi. Nëse ato kanë nevojë të kenë qytetin e tyre ose zonat e tyre të banimit, supermarketet e tyre të banimit, ta bëjnë edhe këtë gjë. Por diçka duhet bërë sepse kjo gjë nuk mund të vazhdojmë dot më kështu në këtë situatë në të cilën jemi. Pra o ka burgje o janë hotele. O burg për disa të cilët janë hallexhi dhe rrinë e vuajnë atje dhe jetë ndryshe të atyre personave të cilët përfitojnë dhe nga ajo liri e kufizuar për të pasur një liri të pa kufizuar brenda mundësive që ka muri i burgut. Softa, kemi dëgjuar që pas episodeve të tilla të transferohen, të shkarkohen deri drejtor burgjesh apo edhe punonjës të burgjeve. Po sa i takon të dënuarve, kur kapen me sende të jashtëligjshme, çfarë ndodhi? Shtohet dënimi, hiqet e drejta e takimit me familjarët apo thjesht sekuestrohet sendi i paligjshëm dhe kaq? Jo, nuk është aq. Mbi bazën e sendeve që gjenden, sigurisht që analizohet përgjegjësia nga drejtori tek trupa e kontrollit, tek pajisjet, tek detektorët, kontrolli i kamerave, si ka funksionuar, si ka hyrë, në çfarë mënyrë ka hyrë ky mjet deri në qelinë e personit, ku e ka marrë, ka vajtur në qelia, ka çuar një punës, e ka marrë tek vendi i ajrimit apo ku. Pra diçka del në rreth kamerave, se nuk po themi të kemi kamera brenda në qelis, por deri në momentin e hyrjes në qelinë, mbi bazë dhe çformë, ato i kanë marrë këto sende të paligjshme. Pra kjo është e para, analiza. E dyta është pastaj mbi bazën e sendeve që gjenden dhe mbi bazën e sjelljes, administrata e burgjeve propozon masa të tjera të cilët mund të jenë duke kërkuar që të transferohet për të vajtur në regjimin 41 bis, kur kjo vjen sigurisht me vendim gjykate, pra në rreth provave dhe referimeve, mund të kërkohet transferimi i tyre duke rritur masat e tyre të sigurisë. Këto janë disa nga ato që i ka të parashikuar në rregullorin e brendshme administrata e burgjeve. Zoti Softa, nëse flasim për vettingun në policinë e burgjeve, sa efektiv ka qenë në gjykimin tuaj? E para dhe e dyta që të mos ju ndërpres, gardian të tjerë që bashkëpunojnë me policinë, pra që tregojnë për sende të palejuara, a e kanë mbrojtjen e strukturave shtetërore më vonë, duke u gjendur në ndrysninë e kontingjentit në burgje?
Kur ushtrohet një kontroll, nuk është kontroll individual. Kështu që presioni që mund ndjej një gardian nuk mund të jetë kurse si personal. Vjen në rreth një plani masash, po themi, kur drejtori apo drejtoria e përgjithshme organizon një kontroll, dhe ky kontroll sigurisht do të jetë një plan i miratuar nga ministri apo nga drejtori i përgjithshëm dhe mund të ushtrohet kontroll në të gjitha ambientet e burgut, duke filluar që nga qedia dhe ambientet e tjera ndihmëse, ku qoftë të përgatitjes së ushqimit apo të ambienteve të tjera të sallës së takimeve. Dhe ambientet përreth jashtë qelisë, pra gjitha këto kontrolle mund të evidentojnë dhe të ekspozojnë problematika të sendeve të paligjshme. Dhe këto pastaj sigurisht që referohen. Policia e shtetit sigurisht që këto gjëra do t'i ekspozojë nëpërmjet kësaj pune të bërë nga policia e burgjeve, por largimi i drejtuesve, unë mendoj që duhet filloj që nga përzgjedhja e drejtuesve, e cila duhet vinë në vetë një meritokracie. Zakonisht, po të shikoni, drejtor burgjesh janë bërë deputet ose deputet, kur kanë mbaruar mandatin janë bërë drejtor burgjesh. Pra me sa duket, drejtori i burgut pas ka privilegje dhe nuk qeka një vend sakrifice dhe një vend i vështirë. Dhe kur themi vetting, vettingu do të jetë jo vetëm për pasurinë, por edhe vetting në raporte të tjera. Për shembull, unë di në dijenin time që një zyrtar kur largohet nga detyra dhe kalon në jetën private, vazhdon kontrolli i pasurive për një periudhë të caktuar. Nuk e di sa është 5 vjet apo 10 vjet, që kontrollohet kjo pasuri që mund të jetë fshehur dhe mund të rikthehet për ta përdorur atë në një aktivitet privat. Pra vazhdojnë të jenë, nëse për shembull nuk ka një aktivitet biznesi të justifikuar dhe ka blerë një ndër një banesë, dhe kjo banesë ka një vlerë caktuar, patjetër që shpreh dyshime që ka ardhur si rrjedhojë e korrupsionit, ose një formë të cilët duhet ta demonstrojë nga kanalet të ardhurat që rroga e drejtorit ka qenë e njëjta gjë është dhe me deputetët, e njëjta gjë është dhe me punonjësit e policisë, e njëjta gjë është dhe me gjithë ato institucionet të larta të administratës së shtetit, të cilët janë dhe mbahen në mbikëqyrje të tillë. Policia ndërtimore, pra gjithë ata sektor, të cilët nëpërmjet detyrës mund të kenë përfituar në mënyrë abuzive nga funksioni për të krijuar dhe për të mbajtur pasuri. Vettingu thash duhet të jetë më shumë që nga përzgjedhja, të mos jenë njerëz të politikës, që politika t'i vendosë si forma shpërblimi, por duhet vijë si rrjedhojë një karriere që duhet të jetë një meritokraci brenda administratës burgjeve. Dhe është një problem shqetësues për sa i përket drejtuesit të burgut, sepse thash peshën kryesore e ka ai. Si të jetë drejtori i burgut, ashtu do të jetë dhe infrastruktura poshtë. Qoftë ti ushton një kontroll të përditshëm, qoftë ushton një kontroll të përditshëm në mënyrën e zbatimit të protokollit. Kontrollon her pas here kamerat për momente kur janë pritjet, momentet e futjes së sendeve. Mund të bësh një kontroll të befasueshëm. Pra në moment që ka kaluar në skaner apo jo, mund të bësh një kontroll të dytë sendeve të cilët e kanë kaluar skanerin. Dhe përgjegjësia mund të vijë drejt për drejt atyre personave që janë nga skaneri ose që kanë bërë kontrollin fizik. Kontrollohen nga rripat, nga kputucët, nga gjithçka në rastet kur bëhet një takim fizik. Sigurisht që nëse kjo do të ndodh, mundësia e depërtimit dhe mundësia e përdorimit të celularëve apo pajisjeve tjera është e pamundur. Është e pamundur sepse thash burgu është një vend i izoluar, nuk jemi në jetën e përditshme, mendo pastaj se si dhe ne pretendojmë që të kontrollojmë territorin. Si mund të kontrollosh Tiranën me 1 milion banor, me një shtrirje territoriale që nuk dihet nga janë dhe kush i ka ambientet e marra me qera, për aktivitetet që kryen, ku janë armët, ku i mbajnë, si i fshehin. Nuk janë gjendet brenda një administrate, brenda një qelie dhe brenda një burgu të mos kesh mundësinë e kontrollit. Pra thjesht është mungesë vullneti, ose është pafsi, ose është korrupsion. Nuk besoj se ka një mundësi tjetër që mund ta klasifikoj. Softa, po transferime, shkarkime, duket mase e pamjaftueshme kjo, qoftë edhe për drejtuesit e burgjeve. A ka hetime pastaj për shpërdorim detyre, a nuk e di çfarë akuzash të tjera mund të rëndojnë mbi dikoj që shkarkohet apo transferohet për shkak të një ngjarje të rëndë ndodhur në burgun që ai drejton, në institucionin e dënimit që ai drejton? Që unë vi nga një eksperiencë policore. Në moment që ndron ministri, gjithë strukturat janë në pritje.
të trembur, të sikletosur, nuk janë sigurt në punën që bëjnë. Sepse thotë si do të jetë qasja e ministrit brendshëm në raport me gjitha institucionet, po themi që ai ka në varësi. Ndryshon drejtori i përgjithshëm, mundësia e pritjes të sikletit personave ndodh, sepse mund të kenë lëvizje të cilat mund të jenë të motivuara në mënyrë profesionale dhe ka një mobilizim të personave dhe të strukturave në momentin që bëhen ndryshimet. E njëjta gjë duhet ndodhi me ndrimin e drejtorit të përgjithshëm të burgjeve dhe patjetër pastaj më pas ai do të ketë ndërtoj atë që quhet struktura e besimit të drejtuesve në mënyrë të tillë që ai të mbajë një përgjegjësi. Pra unë përgjegjësi nuk do e quaj për një drejtor i zakonshëm burgu, por do të shkoj ke drejtori i përgjithshëm, tek ministri i drejtësisë, sepse në fundit janë politikat qeverise që nga kryeministri, qeveria dhe nërmjet ministrit shkon dhe përcillet poshtë tek ata që quhet kontrolli dhe administrimi i burgjeve, që ne nuk kemi ende ndoshta një hapje me publikun ose një hapje me mediat për të treguar të paktën aq sa mund të jepet informacion çfarë ndodh brenda burgjeve, jo çfarë bën një burgosur, por çfarë bëjnë ata në raport me edukimin. Sa nga ata të cilët kanë dalë nga burgu kanë përfituar nga qëndrimi dhe ka një riedukim dhe si mund të bëjnë që ata persona të cilët riedukohen, nëse kanë arritur të riedukohen nëpërmjet burgut, të kenë mundësi të integrohen në jetën normale. Sepse çdo njeri për atë që ka bërë një aksident, ka bërë një vrasje, ka qenë një moment, pra ju s'po them për grupet organizuara, të cilët kthehen prapë aty ku kanë qenë, por ne po flasim për njerëz të tjerë, të cilët duhet të rikthehen edhe të integrohen në shoqëri. Nuk ka as politika për riintegrimin. E jo më të ketë më pastaj politika të cilët shkojnë tek parandalimi. Pra, parandalimi është shumë i rëndësishëm dhe parandalimi vjen me profesionalizëm, por vjen edhe me integritet. Integritet dhe profesionizëm ky vend ka shumë, ne do dim t'i evidentojmë dhe t'i vlerësojmë, dhe të mos shkojmë vetëm se ky është i imi ta vej atje se ka mundësi të kem kontrollin e burgut, të kem kontrollin e institucionit, të kem kontrollin e tatimeve, të kem kontrollin e kësaj. Pra disa institucione janë shumë të rëndësishme kur ndërtohen dhe kristalizohen dhe pavarësisht nga ndryshimet politike ose nga ministrat, ata do të jenë të stabilizuar dhe nuk mund t'i luajmë disa persona dhe disa vende të administratës të cilët janë një aset kombëtar, që është investuar nga vetë shoqëria dhe nga vetë shteti shqiptar për t'i përgatitur ato nga mënyra profesionale. Shumë kualifikime janë bërë në administratën e burgjeve, sepse shumë para janë dhënë pikërisht për t'i kualifikuar dhe për t'i përgatitur ata. Si qofshin vizitat e delegacioneve, qoftë trajnimet, qoftë investimet e bëra edhe nga vetë disa vende të Bashkimit Evropian, të cilët janë të ndjeshme, sidomos në këtë politikë, duke ditur që Shqipëria është një vend që do të jetë nesër një kandidat i familjes europiane dhe sigurisht që investimet do të vinë për të përgatitur një vend antar që shkon drejt standardeve, por dhe drejt zbatimit të protokolleve të sigurisë. Nuk mund të ketë asnjë lloj institucioni në vend pa sigurinë. Siguria nuk është më shërbim, siguria është pjesë integrale. Pjesë integrale e drejtësisë, ne e pam që kur ai nuk funksionoi u vra gjyqtari, pjesë integrale e izolimit, burgut, edukimit, kur brenda ty hyrën me armë dhe vran, pjesë integrale e formës së shoqërimit të ndaluarve kur shkojnë qoftë për nevoja shëndetësore, kur ata mënyrën se si e shoqëruan ishte skandaloze, që ishte me dashje lënie që ata të largoheshin, e gjitha këto bashkë përbëjnë atë që ne themi shteti shqiptar dhe përgjegjësia që ka shteti shqiptar lidhur me funksionimin e hallkave të hallkave nga policia, nga burgjet, nga sektorët ekonomik, nga sektorët strategjik e kështu me radhë. Softa, kam edhe shumë pyetje të tjera, po më lejo pyetjen e fundit për ta patur të qartë edhe ne njerëzit e mediave që her pas here përgatisim kronikat për sa i takon problematikave të tilla. Si ndahen kompetencat dhe përgjegjësitë mes policisë së burgjeve dhe policisë së shtetit dhe kushtet në burgje, dhe nuk pyes tani për bosët e grupeve kriminale, se e kemi shumë qartë nga video që është bërë me dije para disa ditësh, po pyes për të burgosurit e tjerë, që nuk janë të privilegjuar atje. Atëherë, policia e burgjeve varet nga Ministria e Drejtësisë dhe policia e shtetit varet nga Ministri i Brendshëm. Pra janë dy institucione të ndara. Ajo çfarë i bashkon është fjala polici,
ai çfarë i bashkon është fjala parendalim, ai çfarë i bashkon është krijimi i kushteve të sigurisë në veçanti kur ka momente të shturjes të rendit brenda burgjeve, kur pamundësia e forcës policisë të burgjeve është e pamjaftueshme, kërkon ndihmë nga policia e shtetit. Se ai që ka një ngjarje patjetër është dhe policia e shtetit që procedon, për shembull ka një cënim të burgjeve, të perimetrit saj, përdorimin e droneve etj, patjetër që kërkohet ndihmë dhe është policia e shtetit që vjen në ndihmë. Shikoni që rastet e të burgosërve, sidomos kur shkojnë nga burgu dhe deri tek gjykata, shoqërimin e tyre e bën policia e shtetit, sepse varet mbi bazën e shkallës së rrezikshmërisë personit, sepse duhet të garantosh dhe të sigurosh akset e rrugëve, mbi kalimet, nën kalimet. Pra gjitha ato vende ku mund të bëhen vende sulmi për të shiruar ato nga goditjet të grupeve të interesuara për të lënë të lirë personin arrestuar. Dhe në rastet kur ka një ngjarje, qoftë brenda burgut, patjetër ai që procedon, pastaj është policia e shtetit. Pra vrasja, ngritja e grupit hetimor, marrja e provave, të gjitha këto hetime i bën policia e shtetit dhe nuk mund t'i bëj policia e burgjeve. Policia e burgjeve ka, ashtu si dhe policia e shtetit, ka disa struktura të njëjta, për shembull ka drejtorin e përgjithshëm, ka disa struktura siç është Agjencia Mbikëqyrjes Policore, kanë dhënë ato një sektor të tillë që merret me kontrollin e performancës, po edhe të korrupsionit që mund të jetë brenda administratës, pra të punëesve të administratës burgjeve. Flas për policët, për gardianët, për rojet e sigurisë. Këto janë disa struktura që kanë ngjashmëri dhe diferenca, pra policia e burgjeve dhe policia e shtetit. Të gjithë llojet e tjera të policive, të drejtën e kontrollit territorit, të hetimit dhe të procedimit e ka vetëm policia e shtetit. Gjithë të tjerët kanë shërbime të kufizuara brenda sektorëve të punëve tyre. E njëjta gjë është policia elektrike, e njëjta gjë është policia ndërtimore, pra gjitha këto janë sektor të cilët duan s'duan referimi shkon në prokurori dhe njëkohësisht njoftohet policia e shtetit, e cila mund ngrej grupin e saj për të kryer ato detyra që i jep ligji për kontroll të territorit. Dhe kushtet e të burgosurve softa, të lutem, se edhe këtë e kam shumë të rëndësishme, kushtet në burgje për të burgosurit. Është folur shpesh herë për burgjet shqiptare dhe për kushtet edhe burgjeve. Kanë qenë disa herë vizita të kryera nga avokati i popullit, por jo vetëm, edhe nga institucionet të cilët kanë qenë të ngarkuara, kryesisht dhe ndërkombëtar, kur kanë bërë vizita për të parë, sidomos për të drejtat e njerëzit lidhur me kushtet e burgjeve në Shqipëri. Shqipëria ka një mbingarkesë, sidomos të parë burgosurve, dhe ky ka qenë një nga shqetësimet kryesore, dhe her pas here ka bërë amnesti për të shqiruar densitetin e madh apo numrin e madh të burgosurve, të parë burgosurve për në ambientet e tyre. Është normale që pavarësisht se çfarë ka bërë një i burgosur jashtë para se të vinë ato kushte, duhet të ketë kushte të cilët janë edhe të drejtat e njerëzit. Kur themi çështjet e higjienës, çështjet e ushqimit, çështjet të tjera të cilët kanë të drejtë për të takuar familjarët e tyre. Për shembull, do të takojë familjar brenda trungut apo bashkëjetuesën. Do të ketë kontakte të cilat edhe njëkohësisht e drejta për të dalë në dhomën e ajrimit, për të pasur kontakt me avokatin, për disa të drejta që kanë. Por ato që kanë pasur më shumë problematika kanë qenë kushtet. Kushtet, lagështia në ato vende, por megjithatë ka një përmirësim të kushteve në burgje. Qartë. Softa, ju falenderoj shumë. Faleminderit juve. Faleminderit. Me Fatjon Softën ishim në këtë bashkëbisedim të radhës zonja dhe zotrinj, ish drejtues i lartë i policisë së shtetit, nën kolonel, një nga njohësit më të mirë të çështjes sigurisë dhe rendit publik në vend. Folëm sot për burgjet dhe jo vetëm, ju falenderojmë të gjithëve për vëmendje.